Koalicioni për Kosovë të Re ka reaguar ashpër ndaj raportit të Dick Martit, duke thënë se Serbia po mundohet të njollost luftën e QK-s dhe të luajë rolin e viktimës. Në një konferencë për media të shtunën, kryetari i PSD-s Hakim Qeku raportin e Dick Martit e ka quajtur skandaloz dhe si përpjekje e Serbisë për të zhvendosur vëmendjen e opinionit ndërkombëtar nga krimet që i ka bërë në Kosovë dhe vende të tjera. Për neve, ky raport është një raport monstruoz, është një raport skandaloz i cili fare nuk mbështetet në asnjë fakt, por është në vërtet riciklim i tezave dhe shpifje të shumë vjeçare të Serbisë që është munduar të imponojë opinionit ndërkombëtar. Ky raport ka nxitur një reagim të natyrshëm të gjithë qytetarëve të Kosovës, të gjitha institucioneve të Kosovës, sepse prek në vlerat më të shenjta të popullit tonë, në vlerat e luftës, në ushtrinë tonë shërimtare. Por më tepër Qeku ka shtuar se QK-ja ka zhvilluar një luftë të drejtë dhe të pastër në mbrojtje të popullit nga një agresor i paskrupullët. Ferit Agani, kryetari i Partisë së Drejtësisë, raportin e Dick Martit e ka cilësuar si një përpjekje për të denigruar luftën çlirimtare. Ne jemi të bindur se kjo përpjekje e dështuar e individëve caktuar që janë në bashkëpunim të qartë me qeverinë e Serbisë do të jetë shumë shpejt e demaskuar dhe se tentimet për përfitime afat shkurtra në skenën politike vendore ose rajonale, duke pas parasysh bisedimet e shpejta që do të fillojnë me Serbinë, do të jenë me siguri përfitime të cilat nuk janë në nivelin dhe në masën e akuzave të cilat janë ngritur në mënyrë shumë të padrejtë ndaj shtetit dhe ndaj kombit tonë. Në raportin e të dërguarit të Këshillit të Evropës, Dick Marti akuzohet kryeministri i Kosovës si bos i mafisë në Ballkan, e po ashtu akuzohen edhe krerët e tjerë të ushtrisë lirimtare të Kosovës për shkelje të rëndë, përfshirë trafikimin e organeve njerëzore, kontrabandën e armëve dhe atë të drogës. Kryeministri në largim Hashim Thaçi ka muar të gjitha këto akuza, ndërkaq ka thënë se është detyrë gjeneratave të tashme dhe atyre që vinë që ta ruajnë vlerën më sublime që ka krijuar populli i Kosovës.